unë ku ka pas bot bi 40.000, më thotë mu qi do leket ti tim burg je, mi jep mu leket, po pse, as kam me dhun familje, si kam dhun familje së ti mi lek ti dhonë asaj, e me mdajnë mua, e me bosi pi dhe sa me mua, po s'ka gjo se çdo gjo kupton ka kohën e vet, çdo gjo ka kohën e vet. Dëgjo, ty është të bërja se gjë, ti je një djalë trim, ti je me këm në tokë, ti nuk të përun dot njeri, ti ke humbur lirin tënde për karakterin e familjes tënde dhe tëndin, ti je një shqiptar, një malsor, ti je di kanunin mirë dhe uqi ropt, qoftë mashkull, qoftë femër, kush të bje në qafë. Këtë ta din të O, për zotin nuk i leo tasha, për kokë familje, sa të kemë mundësi, vetëm sa të mjepë mundësia, le të shkojnë në burg. Sa të mjepet mundësia, nuk kam për t'i lanë. Jam të nejtë shu, se jam t'i mërë gjonat shtru, se kam asë do bi viktime, do mjull jetën keq fare me në burg. Pra, unë mu mërë me këto, mu mërë me ca komentu sa legena, unë pjo fut blok dit për dit. Mu mërë me këto, unë sot do isha arrestu, e kush di sa qanjeni mund kisha. Mu mërë me këto, të kisha më kalashe, do kisha bo masakrane. Dëgjo këtu Natashën tani. Tani do më dëgjosh si maman të nde. Po. Ti tani shkollën e lartë e ke mbaruar. E mbarove. Më mirë nga çdo njeri tjetër. Dhe jetën e di shumë mirë. Djali zgjuarje se nuk e të meta këtu mendore. Se po të kishe të meta mendore do thosha Po. se avlene do ta thosha në sy. Ti do kesh kujdes nga provokimet. Ti e disa provokime më kanë bërë mua kara kurvat edhe ati ka jam mu si zonjë. Ti burgut ka bërë më të fort. Natashë 70 vjeqe e bëri më të fort. Ne dim tani, ne i shikojmë në sy dhe bëjmë analizën. Jemi psikolog të çdo njeriu që mund ta kaloj për para. Prandaj, shiko se je djaliris ke mbush 30 vjeç akoma, ti kujdes, ndërto familjen tënde dhe lëri bythqirat edhe karakurvat që shajnë. Unë jam 70 vjeqe, a arritit më thoshte ti e 50 çvajt arritit më thoshte vajte me djali. Kam karakur, këta të nxjerrin nga vetja. Pse? Se na kanë zili. Ty të kanë zili e 2 metro djali. Ti di, ke dhe kulturën, ke dhe harbut lëkun si puna ime. Por ti e djaliri dhe nuk do bjesh viktim e asnjë provokimi. Le të thonë çfarë të duan. Ty ua ke treguar që ke kaq që je burr me dyra. Edhe bythqirës të thonë do të gjë. Budallash të thonë do të gjë. Djali zgjuar je. Vetë jetën e vë përpara se jeta në 30 vjeç fillon. Çdo bëje ti, aventura do bëje vitet që ishe brenda. Ti mësove shumë gjëra, sepse ke patur më të rrisur se veten tënde atje dhe të mësuan se vajte fëmijë. Dhe i ke mësuar të tëra. Ti je profesor i jetës tënde tani. Dhe i shoqërisë tënde të mësojnë nga ty. Nga ty do mësojnë shumë djem që janë të moshës tënde. Ti shiko tani të marrësh drejtimin, të kesh në rregull të dashurit e tu dhe qiu rob të tjerë se qa thonë. Le të thonë çfarë të duan. Më shajnë mua 70 vjeç që unë më e fort bëhem, më e bukur bëhem, më e re bëhem, energji pozitive kam. Dëgjo mua dhe ndi që hapat e mia. Dhe mos jetë si kur të shanë. Tu faleminderit për fjalët. Po të jesh në momente. Dëgjo pak, edhe pak. Po je në momente të vështira, do të t'jap Natasha numrin e telefonit dhe do bizetosh vetëm me mua. Nuk do të thesh fjalë negative asnjë pederasti apo në njëri që hiqet trim. Trimat, dëgjo, ti për trimëri e di. Kur drejton armën, trëmben të dy palët, se që të dy e duan jetën, është e shtrenjtë jeta. Prandaj mos arshesin pordh, kush do të vrasun, e do të vrasësh ti. Ne na vret vetëm Zoti. Ne në jetë na solli mamaja, jon dhe jetën a i merë Zoti. Dhe nuk kemi trëmbe as njeriut. Në qoftë se Zoti do vendos një orar që ne ta marrë jetën, se me plumb, se me aksident, se do rëzojmë i vete do bie mbar, atë e di Zoti. Dhe të na hanë mutin që të gjithë që mendojnë të keqe se do bie vetë. Sepse kthehet. Ne kemi kaluar të gjitha në jetë. Prandaj, po t'jap një këshill. Sepse ti e djali mirë, se nuk e djali ti i drogës. Dëgjon mua, se po t'ishe i drogës do kishe degraduar ti. Mëso se Natasha është një grua shumë e vuajtur. Prandaj më dëgjon Natasha me vëmendje si të jem motra dhe nëna jote. Mos u merr me fashefemet e TikTokut. Bëre lojra sa të donte kari. Bëre loja brenda në burirt sa të donte qefi dhe ndihmove dhe shumë shqiptar. Prandaj tani shiko familjen tënde. 2 metra do gjesh një punë në punë të marrin kush të doj. Dhe bodyguard mund të vesh, çfarë do lloj pune mund të bësh, të gjitha kanë zilin, vetëm i dor nga njerëzit negativ. Morë vesh të keqen tasha? Morë vesh. Je fol fiks për Zotin e Madh, je fol tamam që është për të fol një non një fëmijës vet. Bravo. Unë Armandon e mbaj afër, pse?
Sepse unë kam atë, ai ka mua. Të tjerës na intereson, ku mbyllim derën, ne të dy jemi në shtëpinë tonë. Kush ta ka zili të vdesë, ore këmë të ngasin. Dhe ti dorish me motrën tënde, nënën tënde këke, se unë nuk I di qa ke në familjen tënde, shiko brenda ku mbyllet dera në darkë. Të tjerët që Europë, kush ta goj do ta respektojmë. Thot Malsore, thot një fjalë këtu, maskalit fort qohet plumi. Bravo. Pluni, fal. Maskalit fort qohet plumi. Me I fjalë do të thotë sa kupton mas një njeriu që të gjithë Shqipëria vin të gjona, a kupton? Bravo. Daj të thot Natasha, që kur do ecësh në rrugë, mos shiko majtas djathas, është Zoti ai që na mbron neve. Dakor të? O bik mos u gjova. Bravo, ne kemi Për Zoti Natasha, shumë faleminderit për gjithë këshilla, për gjithë fjalët e mira, po unë do të them një gjë. Ktu ka shqiptar aq kshi sa për Zotin e Madh, maskinojnë aq bukur për me më fut në burg. Si tiktokera, si edhe njerëz që janë publik thjesht, që më shohin kështu. A kupton me zi, a kupton presin se si me më fut në burg, nuk e di se kanë këtë nejsi, pse kanë këtë inat, këtë mleft keq për mua, unë jam I vetmi se s'kam bërë lek në TikTok. Ore plasin, a kupton lloj strategjish, si ti bëjmë dam për ta fut në kërkim të për ta rras në burg. Unë se kuptoj, çka kam bërë këtu unë, ora se kam shkordhy Europë me zor. Asë jam t'jo mora audiencën me zorë, se si janë zote të mamajt, është pun tjetër. Se nuk I du Shqipëria, se to janë dy ftyrësha. Unë jam tip që për shembull, një që pëshan unë janë ras blok. Unë s'kam që du audiencën ati, to e majnë audiencën edhe tu I shajt. E kur vje puna, përfundimisht bina, a kuptan se nuk I shef njëri. I majnë, a kuptan të komentet negative, e duke I ofendu, duke I po. Unë për vetën tim jo fus blok, edhe audiencën gjithmonë e kam përsëri ma shumë se nga gjithë. Se jam I drejt për drejt. Jam I vetëm se s'kam bërë lek në TikTok. Bravo. Dëgjoj këtu tani. Duhet të dish një gjë. Mos mendos edhe ligji dhe drejtësia nuk ka sy. Në din se këfusin. Në TikTok, ta ha mutin me I miri, haroje këtë. Sepse se kërën njeri jut në qafë. Ndërsa unë që bëra para burgimin, më doli nipi se më mbrojti dhe tha, mos e shani gjyshen time, se më ka rritur dhe më ka edukuar që marrë vjeta. Dhe kjo mua më angopën. Raca e kurvave, se janë kurvat ato që unë mblodhën dhe më bën denancimin, kurse ty të hanë karin me plot gojën, sepse se ke rënë njeri u të qafë e ke u shkjerë me bukë. Dakord? Unë jam ai si ja kam pre biletën Suazës ku ka qenë Dubai për kokë familjes. Zotim qoftë atje ku kam qenë, se ti e di se qa është burgu, se ke përvun këtë moshtë madhe. Kam pas fri, kur bëtë dënimet me mu zhvesh, mora informacion se është me ligj me burg, Dubai me botë lloj dënimesh, I kam thonë Suad, hes kam thonë mi ik për Itali, mos rri më aty se mos arrestojnë. Po si ti që unë tha se unë I kam pagu lekte që rast, si të pres biletin, ja kam pre unë biletën, si mos më rrezikuaja për burgun. E parnej Suada, e kupton gabimi që ka bëa, kupton edhe nuk ashtu nuk në kontrolvejet mu me mbot dam ose në I gjonë, se e di që qa zemër kam unë. Po ajo Po, nuk duhet me bo ato lloj gjonash me mu, me mram qaf shumë se nga trajtu keq edhe në burg, më ka zhvat, më ka bo, më ka shikua, kupton, ku di gjonë, se ku tisha nej sklavi saj. E kam një mu, me sa kam pas mundësi, edhe mi ka morë gjithë leke, gjithë gjonat, edhe kur vje puna vetëm për interes më ka pa. Kam qenë burg në Shqipni, më pa thonë nisi lek, as lek, as I gjo. Së më ka nis as një lek mu në burg, përveç një shqiptarit Maqedonis, më ka falë 2500 franka. As një tjetër. To tjere që thojnë, as I gjos më kanë njës. Vetëm njerëz të mi që më kanë një mund. Dëgjoj Natashën tani. Një ditë ajo do vi do të kërkoj falje. Bama mënd. Se do ngelet, e di si do ka ta ndiset keq ajo, do thot kush e ka zëmrën e mirë, vetëm firja. Dhe do të kërkoj ndihmë ty ajo. Po I kam thonë, unë I kam thonë prep, o Suada, atë I kam thonë, do me po të nimet, unë gjuj giftet ose t'jep lek. Jo po si t'i bëj, jo po te kuku, unë lek shqyl nuk t'jep ty, ta harrashet punë. Sa ajo do t'a shia këpton, me net unë me te këtu, e mi dhone I lek kotë. Po jo, se s'kam nevoj pra te unë, se ka kotë sa duqe bëjnë dënime. Unë këshu bëj, unë këshu loja është bëj, lek s'fus gjonë në gjep, lek që I kam, I shpenzoj këtu, qam gjuj njerëzit. Këshu, unë me show merem, unë s'kam hongër buknerë nga TikToku, as duha në herë. Se e di unë se TikToku s'mjep gjo mu, e kam pas objektiv që këllin. Po jo, se ke zëmrën të tilti, nuk mban dot në gjep ti. Ani muhabeti është ju që u kanë ngel hatri për Suadën që I mërzit pse kanë ollë kjo, më keni morë minati me mu, mus me plas leshi fare. A kupton se ju jeni njerëz me dy fytyra, si një njeri që se do një njeri, edhe e shef në momentin që I ndodhet diçka I bëhet çepi se e meriton. Ju jeni me dy fytyra, deri djes keni tesh ma pa me sy, ja keni ru gjithat këshijet nga dynja,
ku i ndodhi ky incidenti tani, gjithë i dolet nga ju, gjithë, 1% e vogël, 2 fytyrshat. A kupton, 1% ne jeti tamam me fjalë, 1% i shkojmë krah. Unë se kuptoj, pse i hekni herani, orrini mi krah ose mos rriton ndrusak nisane. Mos u bëni 2 fytyrsha. Unë se kam problem me rëpshi. Unë më kanë sulmu shumë herë, më falot Natasha, më keni sulmu shumë herë. O, rëpë të më kam menu, se këto do më rrejnë mu gjithë, me fjallët e me komentet e juja, kur vje puna, prap gjithë mund kam nejtë on top, në vend parë kam nejtë unë për audiencë. Pse? Se unë i thëmë gjona drejt për drejt, ashtu se ku i ndjej, i thëmë, nuk di ju mu servelis. Një herë su kam pa mi u zhvat, mi u bo, jo pa me më gjujtë gifte, që do shqiptarve do pëshirë rëpë, vetëm t'ju marrë është leket, se për gjotë tjetës dut, asë jesë e kam menute. Që ose kam menu për ju ke gjoj, me nofsha për familjen time. Që ose jo kam pas juve me të futëm. Par ne mu më du njerës, se unë jam i drejt për drejt, vëlla. Unë a kupton, ju bëj me qesh, ju fus njerës me bot dënime, heq lek nga gjepi im, unë se kuptoj, pse që nge mu një kishin këtë mes. Po pra, Rafi, më fali sekondi tjetër, Rafi Arapi se merdi mesazh se më kujtu, Rafi Arapi, pse u bë qefi gjithë Shqipërisë? Ha? Rafi Arapi, a u bë qefi gjithë shqiptarëve, sa mirë ja ka bo, i lumshin durt, pse tani ku e rrafin shqiptare, pse u mërzitet ju? Pa ne, a kupton se koptoj pse bënë 2 fytyrsha, e bodhi zot çuni, po mirë se shaka kena bo, ja bodhi zot çuni, po tishim jo dhimbs çuni asaj. Ajo nuk e lete çunin e gocën, janë rrit vetëm. Ka 3-4 vjet në TikTok se rrit vetëm sa mi vend, i le kalamaj të rrit vetëm, shkoj takon një 3 muajsh. Falë Tasha, më fal. Gjotan, jo, unë do të thosha këtë. Tek videoa që pam neve, ajo u shtri në tortuar dhe ato gratë i thanë, thuaj më fal. Atë gjë që i themi dhe në TikTok, ajo që e një teatr që, unë e sa kuptova që e një teatr, se ku e goditi undën punë e saj, ajo rëzua, pse nga Afrika, nga të ligat, se e di që ka për të liga, pse vide në Shqipëri, ajo e di, se ka ajo ka shatë për thuaj se gjysmën e fëmrave në Shqipëri, i ka diskredituar, ajo na ka diskredituar emrin e shqiptareve ne. Ajo se ka problem vesa gjini femërore, për gjinin e vetë, e do keni problem ju pse rrafën femna do te, po më pjithë sëmë se... Ajo, po të ishte raur, dhe po të ishte goditur dhe të kishte dhimbje, nuk do dilte me njerë në TikTok. Këtu ajo ishte bërë me salcë, ajo s'ka shënja, se ditën e parë ishte lyer me salcë këtej, me këteja. Pse nuk ka shënja, kur i këto shënjat me njerë? Këtu te unda masa e shërëzuar, di unë? Kush e ka përpjekur? Ore, ku dini ju se si ka dhënë 5.000 euro sajt me e bo me inskinu me më thonë emrin tim? Me më përmprish mu imazhin. Po edhe me pa bohën, edhe me pa bohën, shumë mirë t'i bohën. Shumë mirë t'i bohën, e meriton. Ata, edhe po kam bërë emrin të ti nuk të prishet, sepse ty të njeh gjithë Shqipëria. Ti zëmën ta njeh gjithë Shqipëria. Po për zotin o Natasha, vetëm ke suatës në prishet se qefi u ka bo 70% shqiptarve. Edhe femnat, që tash i dhimbësit normal femna, kur vje ka jonë thënë mirë t'i bohën, thonë se ajo s'ka dhimbë Shqipëri për kalamajt e vetë. I ka zonë haku kalamajve. Në loj, këtu në TikTok që kanë mbrojtur atë, e kanë mbrojtur për të dalë për të fituar ndonjë lek, e kupton? E vetëmja jam unë ajo që po i bie në kokë, e po t'i them, o karakur, o hamutin gjithë shqiptarve dhe qërohen mos hajde këtu. Unë ja kam thënë botërisht, dhe ja them botërisht, dhe sa ti jem gjallë, unë Suadën dhe grupin e Suadëve në kategorinë e Suadës, lartë Shqipërisë. Ajo po t'ishte e ndershme dhe të kish karakter s'do kishte ikur, do qëndronte këtu. Dhe do thoshte, dhe do ditë thoshte më falë. Kë akuzoj Natashën, akuzoj Ferin, kë akuzoj, të thoshte më falni. Sepse ashtu e mendova për momentin, më falni. Pse? Se unë isha ajo që kisha thënë, po me edhe Tiranë do të marrë zvarë. Unë isha ajo që kam thënë. Ja, plas drejt për drejt shtyre, kjo gjotë mirë e ke. Faleminderit gjithë për zemrat, ja ju zoti gjithë njerëz pozitiva se e ti. Tani më thuaj, fillove ndonjë punë? Jo, jam në Belgjik për momentin. Akoma po pres që gjo me ikë një vend. Akoma se më stabilizu të marë. E mirë, ki mundja në ndej dhe jo gjërat palikshme. Të gëzosh lirin tënde, se jetë dja liri, jetën edhe për para me njerë. O, Natasha, nga jonë është gjinaf me hymë me rëzikun për gjonat vogla, me hymë burg. O rëzikaj për i gjotë madhe, ose për gjonat vogla s'kam se me rëziku, se funi funë TikTok me hymë, po bëjnë lëllë tipa shpleke, pëse mos me bëhën. Po rëzikaj për një gjotë që javlen. Bravo, dëgjo Natashën, ti ja shtetit se gjithë malësorët andej janë që janë veshur me uniform të policisë, që punojnë në natën, që ruajnë në këto të gjitha. I ka i natë polisat, i ka i natë. Apo i ka i natë. Për qa the? Të vishesh me uniform që punojnë një shtetit në Evropë.
Po. Që punojnë në kështu, në privat. Punë privat, po me uniformë. Bravo. Se ke si quen ata. Se ke gjithë patriotët e tu që janë malësor andej. Edhe kështu do vesh në një grup të mirë, edhe të mos edhe të vazhdisur. Ja se për punë gjemë ne, po puna sa të stabilizohemi i vend, se punë krasa dushe, se qënë të jemi. A vash ke që motra, mirë. Kërë të zoti, hamnire. Ja ne bojnë kjo shoku pjetë me makarona. Ajde, të bëftë mirë, hata një dhe flasë merë tjetër, merë kur të duash, kur të duash. Aska që ta marrëm këtë lojnë, s'pish punë. Okej. Ta marrëm këtë lojnë. Ti mirë ki qenë, sa të majtë mërë në Natasha? 5 muaj. 5 mujtë majtë, ne? Ku e bon atim për Gadec? Në Pogradec vra 3 muaj dhe 2 muaj në Tiranë. Pa e kaloshe mirë aty mërën? Po mirë, të e fëmra të mirë është si kamp është. Si kamp që ishti në shtëpi private dhe me obore, bënim gjimnastike, kishtë aktivitet. E di, po prep. Dërsa në Pogradec ishte si hotel me 5 syje. Çdo gjë e bardhë të gjitha. Me palestre, me komotivio. E di se e kam pas, e kam qenë aty nga afër. Po, me çdo gjë. Ashtë aty më kodër ajo, ashtë ti godin dykache. Po, 3. E di se kam qenë. Po, prep si prep burgash, si do t'jetë, a këpton, ku s'ke liri, ku s'ke njës të tu të zemrës, avë? Dëgjo, janë hekura. Bodh kur shikoni hekurat, që je i rrethuar me hekura, po që ishin gratë, jo. Ishin gratë të mira të gjitha. Gratë të vuajtura, gratë që kishin fëmijët e vegjël jashtë, vajza të reja që s'kan ndërtuar jetën akoma. E di, inshallah lirim sa më shpejt. Gjitha gocave dhe çunave kus janë në Shqipërinë për burgje. Edhe jashtë. Eri, ti më beson, tjerët nuk më besojnë, po ti më beson. Kur kam ikur, se ishte me 3 kate, kur kam dalur se unë i mbaja me të qeshure, me mua bete, me shakara, dolën si lullkuqet mbi mu në dritare dhe qanin të gjitha me e. Të gjitha kanë qanë. Ke kalu bukur me to, ke kalu bukur. Ke kalu bukur me to, përnë. U dhash kurajo të gjithave, por më mirë t'i vini në... Ty qyrë se marove në botë qefi edhe për qunin, inshallah kur më stëra për ise, se kurves nuk ka paku sharën asaj lavire. Skajgje, zoti la... Ty qyrë se s'më futën, shqyrë më kanë futën dhe mu më qeshi me ju se edhe unë, i thash atjere qunit ta të shaje, mishë s'më futën dhe mu për nëzitje. Jo, s'kishte lidhje. Kishte lidhje që fëmija ishte 10 vjeç, edhe doli që mbrojti gjyshen. Po një dit ai djalë do dali, ai djalë ka për të dënuar të gjithë ata që kanë dënuar baban dhe gjyshen. Mbaj mend. Inshallah zot, inshallah jep. Jo jep është shumë inteligent, është shumë djalë i zgjuar dhe ai ka një dashuri të papar për baban dhe për Natashën që ka rritur dhe për hallun. Edhe kështu që e mban për brënda, atë më thonë shokët e ti, ri mërzitur argi, s'ka gjë. Iko Natasha, turit zoti, e i ke futu me atë mama, di vojlata mama, për favor. Ma do vesej mama. Po karakurvo ti është fëmijë paritur pa nën. A edhe i baba i shkret punon tër ditën i shkreti, në dark sa ti bëj, sa tu bëj banjët i vërë në gjumë, zdo bëj da i baba i shkret. Kur karakurva shkërre, kanë mënje të shkërdhejnë karakurvat. E nuk pjesin për fëmi që se cjeli në jetë, aman morë kush bëhet në nëre. Iko, tasha ta zemë, isi një robi mirë, trujti madhi zotë, në gjojmë i prep. Për shëndes. Të bëftë të mirë, të bëftë të mirë. Ja nga lëpshmi një ke luj matë kurve, një ke luj matë është në generoje. A tjerët, sa të jem gjallë po, sa të kem firmë. E didje, nëzia jetë, nëse ka, a pëse të manë tyje, nga që bot loja forë për audiencë, nuk manë, jo. Ti je pa audiencë asaj, mos kujto se ti je pa ja audiencë ty. Jo, unë dalë për të kritikuar, se unë siguruar jetën ti dhe kam siguruar. Pa të sa s'pat fjallë. Me kapele, e kupton, po unë sa të ke mundësi, unë nuk i duroj do të karakurva, tër jetën time. Unë karakurva si kam duruar do të. Jo, plasë në ftyrë. Edhe biqirat, edhe burat kurvarë. Si kanë duruar do të jetën time. Nuk i kanë duruar do të. Ik përshëndes të rritë zotë, si në gjojnë i prapë. Gjithë mija, takë që takë. Përshëndes, me pashë. Natën, edhe unë dashurin. Ciao. Di vojnata, mama, per favore, io piccolino.